Mirëmëngjes, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8. Takimi i madh politik i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, i cili do të mbahet nga mesi muajit maj, nuk dihet nëse do të përfshijë anëtarësimin e Kosovës në agjendë. Në faqen zyrtare të Këshillit të Evropës, ende nuk figuron agjenda e takimit të radhës të 46 shteteve anëtare, ku merret vendimi përfundimtar për anëtarësim. Institucionet në Prishtinë thonë se nuk kanë konfirmim zyrtar dhe po vazhdojnë përpjekje diplomatike. Anëtarësimi në Këshillin e Evropës do ta përforconte subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës përmes pjesëmarrjes me të drejta të plota në një organizatë ndërqeveritare me status të lartë. Zyra e kryeministrit përmes një komunikate për medje ka bërë të ditur se kryeministri Albin Kurti ka pranuar një mori urimesh me rastin e fitores në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit, si dhe për mandatin e ri. Mbështetja për integrimin euroatlantik, reformat, luftimi i korrupsionit dhe forcimi i sundimit të ligjit ishin elementet thelbësore të urimeve të pranuara. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e djeshme në fshatin Majac të komunës së Podujevës. Një person ka mbetur i vdekur dhe 2 të tjerë të plagosur. Dyshohet se të lënduar janë një grua dhe e dyshuara për vrasje, e cila është gjetur e plagosur rënd. Ajo dyshohet se ka tentuar t'ia marrë jetën vetës duke u vët plagosur në kokë me armë zjarri menjëherë pas kryerjes së krimit. Ndërkohë nga qendra emergjente e ÇKUK-s ka njoftuar se gjendja të 2 grave të plagosura në incidentin në Majac të Podujevës është shumë e rëndë. Naser Sylla nga kjo qendër ka thënë se një 73 vjeçare dhe një 31 vjeçare kanë ardhur me plagë shumë të rënda dhe se janë në mjekim intensiv. Ndërkohë një aksident me fatalitet ka ndodhur mbrëmë në magjistralen Prizren Gjakov, gjithsesi në fshatin Piran. Një 81 vjeçar, derisa po kalonte rrugën, është goditur nga një vetur dhe përpasoj ka mbetur i vdekur. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, i cili ka thënë se si pasojë lëndimeve të rënda trupore, këmbësori ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është ndaluar për procedurat të mëtejme. 19 punëtorë kanë vdekur në vendin e punës gjatë vitit të kaluar, 11 prej të cilëve në sektorin e ndërtimtarisë, ndërsa për 8 vjet kanë humbur jetën mbi 160 persona. Ky sektor po vlerësohet më i rrezikshëm për sigurinë e punëtorëve. Ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv të Inspektoratit Qendror të Punës Vesel Zhini Potoku i ka thënë RTK-s se gjatë inspektimeve është konstatuar se në vend punishtë në ndërtim kanë munguar masat e sigurisë dhe obligimet e tjera. Për shkak të mosrespektimit të ligjit dhe masave mbrojtëse, Inspektorati i Punës ka shqiptuar mbi 1700 gjoba. Që nga konflikti në lindjen e mesme, çmimet e naftës në vendin tonë dita ditës vazhdojnë të rriten. Për këtë çështje ka reaguar deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami, e cila ka rekomanduar uljen e TVSH-s dhe akcizës derisa tregu të stabilizohet. Ajo ka përmendur inflacionin 6% të muajit shkurt të këtij viti, krahasuar me vitin paraprak, si dhe çmimet e energjisë. Për të njëjtën çështje ka reaguar dhe shefi i grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri, i cili ka kërkuar nga qeveria masa urgjente që nga dita e sotme. Tahiri ka deklaruar se gjendja është alarmante dhe se vendet e rajonit, si dhe shtete anëtare të Bashkimit Evropian, tashmë kanë ndërmarrë hapa konkret për t'i mbrojtur qytetarët nga rritja e kostos së jetesës. Ndërkohë dje, qeveria Maqedonisë së Veriut në një seancë të jashtëzakonshme ka vendosur uljen e TVSH-s për derivatet nga 18 në 10%. Forcat izraelite kanë shkatruar urën kryesore që lidh jugun e Libanit me pjesën tjetër të vendit, përderisa njoftohet edhe për sulme kundër disa pikave të tjera kyçe të infrastrukturës rrugore në rajon.
Sulmet vinë pasi nga ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz njoftoi se ka urdhëruar forcat e armatosura që t'i shkatrojnë të gjitha kalimet mbi lumin Litani, i cili ndan jugun e Libanit. Teherani zyrtar nga ana tjetër ende po refuzon ultimatumin e presidentit amerikan Donald Trump. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkë takohemi në edicionin orës 9. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.